Përshëndetje të nderuar shikues. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e parë ka proceduar në kuvend projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026 që përfshin pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik dhe shtesat për 15 vjetët e parë të përvojës së punës. Nga 4 miliardë euro, 3,64 miliardë janë të ardhura buxhetore, ndërsa pjesa tjetër financohet nga huamarrjet dhe deficiti. Qeveria ka miratuar po ashtu kërkesën për zgjatjet buxhetore edhe për muajin mars. Gjatë mbledhjes së parë të kësaj qeverie, kryeministri Albin Kurti ka theksuar se kabineti i zgjedhur ka potencialin të jetë më i suksesshëm në historinë e re të Kosovës. Ai u tha ministrave se shërbimi ndaj Republikës dhe qytetarëve është një privilegj dhe përgjegjësi që duhet ushtruar me nder dhe përkushtim. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka deklaruar se është e gatshme të organizojë një takim të ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi pas zgjedhjes së qeverisë Kosovës. Në një postim në rrjetin social X, Kallas e cilësoi formimin e qeverisë si një mundësi për avancimin e marrëdhënieve mes BE-s dhe Kosovës dhe për përparim në dialogun me Beogradin. Ajo theksoi rëndësinë e zbatimit të reformave për të përshpejtuar mbështetjen e BE-s dhe integrimin evropian. Formimin e qeverisë ka uruar edhe raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras, duke theksuar se paralizimit politik i ka ardhur fundi. Presidentja Vjosa Osmani ka anuluar pjesëmarrje në konferencën e sigurisë në Munich, cila do të mbahet nga 13 deri më 15 shkurt. Sipas këshilltarit për media në zyrën e presidencës, Bekim Kupina, arsyeja e anulimit lidhet me angazhime institucionale dhe prioritete që ndërlidhen me zhvillimet brenda vendit. Në edicionin e 62 të konferencës pritet të marrin pjesë qindra lider botror, përfshirë edhe përfaqësues nga Kosova. Në Munich pritet të jetë kryeministri Albin Kurti dhe drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Petrit Ajeti. Në konferencë pritet të jenë edhe lider ndërkombëtar dhe përfaqësues nga Serbia. Lufta e Rusisë në Ukrainë pritet të jetë temë kryesore e diskutimeve, si dhe tensionet që lidhen me Iranin. Mbrojtja e ish kryeparlamentarit Kadri Veseli ka vazhduar kritikat ndaj zyrës së prokurorit të specializuar në ditën e dytë të deklaratave përmbyllëse. Avokati Rodney Dixon ka thënë se nuk ka fakte që Veseli ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me shtabin e përgjithshëm gjatë kohës sa ndodhej jashtë shtetit, duke theksuar se prokuroria nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për akuzat e ngritura. Dixon theksoi se viktimat meritojnë drejtësi, por drejtësi të bazuar në të vërtetën dhe në realitet, duke shtuar se askush nuk mund të shpallët fajtor pa prova bindëse. Ai ka thënë se ka pasur raste që zyra e prokurorit ka sulmuar dëshmitar. Sipas tij, gënjeshtarëve u ka dhënë mundësi për t'u përgjigjur. Mes tjerash ka theksuar se ka pasur persona që kanë gënjyer në mbetim, duke mos e thënë të vërtetën. Gjashtë akuzuarit për vrasjen e rreshterit të policisë Muhamed Lika janë deklaruar të pafajshëm në seancën fillestare në gjykat. Sipas aktakuzës së lexuar nga prokurori Ismet Rahmani, Lika u qëllua mbrëmjen e 1 prillit në hyrje të banesës së tij nga i mituri Rejhan Bela, i cili u ndihmua më pas nga të pandehurit e tjerë. Mbrojtja kërkoi zëvendësimin e paraburgimit me masa më të lehta për Diamant Gashin dhe Rilind Muratin, por kërkesat u refuzuan nga gjykata. Të akuzuar janë Haki Bela, Rilind Murati, Vatan Çaka, Edmond Lika, Shkëlqim Kuka dhe Diamant Gashi.
në bashkëveprim me të mitrin Rejhan Belja, me dashje dhe përgatitje paraprake, kanë privu nga jeta tajnë të ndjerë instruktorin policor. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur të ndaloj përkohësisht importin e të gjitha llojeve të qumshtit të përpunuar për foshnja Aptamel në Kosovë. Sipas kësaj agjencie, vendimi është marrë pas njoftimeve nga sistemi i alarmimit të shpejtë për ushqim dhe ushqim për kafsh që paralajmërojnë për praninë e mundshme të toksinës cereuilide në këtë produkt. Agjencia ka njoftuar se produktet e ardhura më parë janë tërhequr nga tregu dhe po kryhet kontrolli plot për gjurmëshmëri, duke siguruar qytetarët se nuk ka arsye për shqetësim. Ishin këto lajmet orës 12, ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.